Rikthehemi sërish në këtë hapësirë informative, do të jemi me Blerim Camaj, analist politik në Kosovë, për të folur mbi zhvillimet e fundit të fushatës zgjedhore atje, por jo vetëm. Zoti Camaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Asi, faleminderit juve. Do të fokusohemi fillimisht tek masat që u ndërmorën para disa ditësh, pra me heqjen e masave që erdhin nga Bashkimi Evropian, por jo vetëm. Si janë parë këto në Kosovë? A kanë dhënë një frymarrje të re për ekonominë? Po tani me njëherë ato nuk mund edhe të vrehen, por sido që t'jetë natyrisht që është një farë çlirimi, ashtu të them, dhe një farë shpresë që tani mund t'jetë ndryshe, jo që pritet kush e di se çka, por që është një ndjenjë tjetër, absolutisht, dhe po vrehen ato lavdratat apo deri pak më herët, se tani më janë dalur ato lavdratat e politikanëve të cilët mundohen të lavdrohen se janë hequr masat, duke harruar që pikërisht për shkak të tyre janë vendosur këto masa dhe ka 2 vite që Kosova i ka humbur kot. Prandaj është mirë që janë hequr, po ka shpresë që do të jetë paksa më ndryshe, por nuk është diçka për t'u lavdruar, më mirë të them. Thënë këto, zoti Cane, po përdoret kjo politikisht nga partia në pushtet kryesisht? Po, absolutisht që po. Po, këto është problemi, për shkak se pikërisht për shkak të partisë në pushtet janë vendosur masat, dhe tani kur hiqen masat, një ditë apo 2 spaku vrejhej që sikur e shihnin sikur të ishte një farë feste që po hiqen masa, duke harruar, sikur që e thash, faktin që Kosova për 2 vite ka qenë e bllokuar nga Bashkimi Evropian. Prandaj, po them një farë lavdi ashtu kot, për t'i bërë ndoshta edhe qytetarin që të harroj se çka ka ndodhur gjatë kohës që shkoi. Si ka qenë kjo fushat politike, duke parë që vjen në një klim jo fort të favorshme politike pikërisht në Kosovë? Kemi pasur atë ngërshën që të gjithë e dimë me Kuvendin e Kosovës për mos konstituimin e saj, dhe shikohen si zgjedhje të jashtëzakonshme atje. Po, është zgjedhje e jashtëzakonshme. Tash ajo çka po vrehet është që partitë politike kanë zbutur gjuhën, madje është për të çuditur që edhe lëvizja vetëvendosje ka një gjuhë jo të egër sikur në të kaluarën, por njëkohësisht vrehet edhe zbehja e entuziazmit të qytetarit, disi ka një interesim të vobek të qytetarit për këto zgjedhje, dhe natyrisht që kjo pastaj me siguri që mund të rezultoj me dalje më të dobët të qytetarit në zgjedhje. Zoti Canaj, këto kohë ne kemi parë që ka një fushat dinamike edhe nga të gjithë partitë e përfshira në këto zgjedhje, kryesisht partia në pushtet, ajo e cila është dhe në detyrë, pra siç është lëvizja vetëvendosje, me kryeministrin Albin Kurti, i cili po ashtu ka dhënë edhe deklarata të shumta për mediat. Një ndër ta së fundmi, ai flet edhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si një hap të domosdoshëm, edhe thënë kjo në ndërmjetësim të vazhdueshëm edhe me ndërkombëtarët. Po si duket, tani ka filluar që ta zbusë diskursin edhe në atë drejtim. Të mos e harrojmë një fakt që zoti Kurti është zotuar në Bruksel, dhe për këtë arsye ekziston marrëveshje e Brukselit, pastaj e kemi aneksin e Ohrit, i cili si rezultati të cilit ka lindur një draft statuti i asociacionit të shumë përmendur në Kosovë, por i një çështjeje të cilës Kosova nuk ka mundur të ikë në asnjë moment, mirë po nga zoti Kurti gjatë kohës sa ishte në opozitë është përdorur, ashtu të them, për konsum të brendshëm. Këtë e pam të përdorej edhe gjatë qeverisjes së tij për politika të tij populiste. Mirë po tani si duket është momenti i fundit, vetëm se është friga se çfarë asociacioni ne do të mund të marrim për shkak të moskujdesit të politikës qeverisë aktuale. Kështu që kam përshtypjen që zoti Kurti po mundohet të sensibilizoj
qytetarin që ta ndryshoj gjuhën dhe diskursin, për shkak se mund të jetë që nëse vjen zoti Kurti në pushtet, atëherë nuk do të mund të ikë as asociacionit as dialogut. Ne po e shohim që për dallim nga e kaluara, tani më dialogu e asociacioni nuk po thuhet nga ta që është prioriteti 3, 7, 5, sikur që ndryshon të herat e kaluara, madje po vrehet një farë ikje nga kjo teme të gjitha partive politike, jo vetëm e zotit Kurti, me gjas për shkak se të gjitha partitë politike janë të pasigurt në atë se çka mund të sjell dhe çfarë do të jetë presioni nga Bashkia Ndërkombëtare për shkak në raport me asociacionin. Këto deklarata të zotit Kurti në një kohë fushate, a janë dhe një tendencë e tij për të marrë edhe vota nga komuniteti serb që ndodhet kryesisht në veri të vendit? Jo, nuk e besoj, për shkak se komuniteti serb tani më zoti Kurti e ka forcuar mjaft listën serbe. E pam për shembull sa është e forcuar ku i mori disa komuna pa ballotazh. Lista serbe tani më po shihet nga Pakisa serbe në Kosovë si një farë mekanizmi i vetëm i cili mbron interesat e Pakisës serbe në Kosovë dhe për shkak të politikave të deritanishme, ju them të drejtën, është forcuar lista serbe dhe janë dobësuar partitë tjera serbe të cilat kanë qenë më lojale spaku në dukje në raport me Kosovën dhe pavarësinë e saj. Summa summarum nuk mund që të pretendohet të merret vot nga lista serbe për shkak se është vështirë që Pakisa serbe të votojë një parti shqiptare, as më pak zotin Kurti. Po si shikohet kjo situatë, duke qenë se jemi në një fushatë zgjedhore, të gjitha partitë presin të dalin fituese, po ashtu edhe zoti Kurti tha që në këto zgjedhje do të synojmë një shumicë absolute për të kaluar dhe pragun 50.1% për të pasur kështu edhe qeverisjen e vetme, por nga ajo se si shihet nga analistët në Kosovë, njëjtë dhe për ju, a është e mundur kjo tentative zotit Kurti? Shqani, që të arrijë mbi 50% duket e vështirë. Sondazhet flasin për që do të jetë është e para me një rënje dhe Kurti e ka të qartë që mund të jetë i pari në zgjedhje. Do thotë mund të dalë i pari mirë, po pasi të dalë i pari për të mos e futur shtetin në blokadë. Sërish do t'i duhet një koalicion, për shkak se është vullneti i qytetarit i tillë, do thotë dëshiron një qeveri koalicioni. Këtu e vrejmë zbutjen e gjuhës dhe kjo na jep neve shpresë që nuk do të kemi blokadë, edhe pse unë kam pak shpresë, ju them të drejtën, që nuk do të kemi blokadë pas zgjedhjeve, por do të kemi një zgjidhje. Ka qenë pikërisht gjuha e Kurtit ajo e cila spaku deklarativisht nga partitë politike është parë si pengesë për bashkëpunim me Kurtin, por jo edhe që Kurti ju ka ofruar bashkëpunim partive tjera. Duket që gjuha mund të jetë një farë rezerve, apo gjuha e zbutur mund të jetë një farë rezerve që nëse ekziston presioni për ndërtimin e institucioneve qeveritare, atëherë Kurti të i lër hapësirë vetës që të mund të diskutoj me partitë tjera. Por nëse është mundësia që Kurti të mund sërish të vendos një blokadë, sikur herën e kaluar, atëherë me siguri që do të ishte e mirëseardhur për zotin Kurti, për shkak se pas daljes së mandatit të presidentës, presidentja mund të futet prapë në listën e lëvizjes vetëvendosje që të garoj dhe shpresohet pastaj që do t'i marrë një shumë të votave dhe ajo. Për shkak se kemi parë që shumë votues të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë votuar lëvizjen vetëvendosje për shkak të Vjosa Osmanit. Dhe tani më votuesi i Lidhjes Demokratike nuk e ka shumë problem që të votoj lëvizjen vetëvendosje. Me qenë se jemi këtu, zoti Canaj, ju thatë që edhe në të kaluarën kemi parë që pjesëtarë dhe antarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës votojnë për lëvizjen vetëvendosje. A mund të ketë një koalicion
pas zgjedhor midis lëvizjeve vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke qenë se ju thatë që edhe sondazhet e tregojnë zotin Kurti si forcë parë politike, apo ai do të shohë se çfarë do të ndodhë në këtë zgjedhje dhe mund të preferojë që të ketë edhe koalicion me parti më të vogla siç është edhe nisma e zotit Limaj apo edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e zotit Haradinaj? Shikoni, nisma e ka vështirë që të kaloj pragun, t'ju them të drejtën, do ishte një sukses i madh, po që se nisma e kalon pragun, për shkak se kalimi i pragut nismës do të mund t'ja siguronte një 5 apo 6 deputet, në qoftë se nuk kalohet pragu, atëherë lëvizjes vetëvendosje kjo do t'i mund të i shtonte deputet. Po ende jemi në atë fazën ku nuk mund të thuhet me siguri që nisma e kalon pragun. Aleanca për ardhmërinë të Kosovës me siguri që do ta kaloj pragun, por mbetet të shihet se sa deputet do të marrë. Në anën tjetër duhet ta shohim, për shkak se tani më jemi në një situatë tjetër, ndoshta është një situatë tejet e paqartë, ju them të drejtën, ku askush nuk mund të flet me siguri asgjë. Do të është një farë fryme që flet për vetëvendosjen, por është edhe një frymë tjetër që flet për një ngritje të Partisë Demokratike të Kosovës. Për të ardhur deri te koalicioni, ju them të drejtën, në qoftë se rezultatet dalin sikur që kanë qenë në të kaluarën herën e fundit, atëherë fare let mund ta kemi ne një blokadë qeveritare deri në prill, për shkak se Lidhja Demokratike është deklaruar deri diku që nuk bën koalicion me vetëvendosjen. Partia Demokratike ka thënë që nuk ka vija të kuqe, ndërsa zoti Haradinaj nuk është deklaruar as pro as kundër deri më tani, por duhet të ketë parasysh duhet të dihet s'pari numri i deputetëve të partive, për shkak se këtë herë nuk janë të nevojshme vetëm 61 vota, por duhet të jenë 80, për shkak se në prill do të zgjedhet edhe presidenti, dhe në qoftë se nuk janë ato 80 vota, atëherë automatikisht i bie që Kosova do të shkojë në zgjedhje në prill apo në maj. Pra, zgjedhje pas zgjedhjesh, një precedent pas precedenti, duhet thënë kjo në Kosovë, por si mund të kalohet përtej saj, sepse edhe në zgjedhje tjera, nëse nuk zgjidhet përsëri një president ose presidente e re në Republikën e Kosovës, i bie që mos kemi asnjëherë qeveri. Fatkeqësisht i bie kështu, por unë po flas të mundurën, përderisa ne momentalisht jemi në një fazë ku nuk mund të flitet asgjë me siguri. Unë po e përsëris pres prap zgjedhje. Kjo edhe ndoshta ma forcon mendimin kur e di që partitë ish opozitare janë të lodhura edhe financiarisht, por edhe kanë energji të humbur, përderisa lëvizja vetëvendosje financiarisht qëndron jashtëzakonisht mirë, dhe ndoshta herën e tretë synon që ta shfrytëzoj këtë lodhje të partive ish opozitare me shpresën se do i marrë pastaj mbi 50% të votave. Qartë, por sa i takon ju e cekët paksa që Partia Demokratike e Kosovës pretendon që të ketë një rritje të numrit të deputetëve dhe të votave në këto zgjedhje, vjen kjo pikërisht edhe për shkak të ndryshimit të leadershipit, duke qenë se në krye tashmë nuk kemi më Memli Krasniqin, por është Bedri Hamza? Jo domosdoshmërisht. Ndoshta Memli Krasniqi po të ishte në krye të partisë, pra Bedri Hamza do të ishte kandidat për kryeministër. Gjithmonë po them ndoshta. Që them të drejtën, Memli Krasniqi përkundër shumë vrejtjeve të cilat i kam pasur edhe unë, ka përfaqësuar një intelektual të mirë në krye të partisë, por ndryshimi i kreut të partisë nuk e besoj që sjell atë që këtë rritjen, mirë, po është edhe fryma, është edhe koha, janë edhe dështimet të cilat i ka pasur lëvizja vetëvendosje, por njëkohësisht nga qytetari disi shihet si një parti më e fortë
në realizimin e qëllimeve se sa lidhja demokratike. Dhe ndoshta edhe kjo është arsye se pse Partia Demokratike ka gjasa më të mira që të ngritet, përderisa lidhja demokratike s'paku në disa sondazhe që i kanë parë nuk kanë dalë si zyrtare, duket që e ka një rënje minimale. E po ashtu zoti Canaj, kemi edhe një vëzhgim të rrept, le të themi, të autoriteteve në këto zgjedhje, ku janë proceduar edhe kandidat për deputet, apo jo? Po, si po mendoni? Pra, ka pasur edhe procedime nga kandidatë ndryshëm të cilët kanë bërë parregullsi në këtë fushat zgjedhore. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si është duke administruar gjithë ky proces? Jo, deri më tani nuk ka pas kush e di se çka, jo them të drejtën, deri më tani duket që ka shkuar gjithçka qetë. Natyrisht sikur në çdo fushatë zgjedhore mund të ketë kështu ndonjë tejkalim minimal, s'paku deri më tani, por jo që është bërë diçka për të bërë buj. Tash KQZ-ja po përpiqet që të administroj sa më mirë, ta shohim për shkak se t'ju them të drejtën sa i përket në qoftë se kihet parasysh qytetari dhe votuesi i Republikës së Kosovës, se dim që ka votuesi i Kosovës është shteti i emancipuar dhe Kosova është e njohur për zgjedhje, kështu që të qeta e tjera. Mirë, po ta shohim se si do të sillen partitë dhe si do të jetë organizimi. Unë shpresoj që të mos ketë rënje të sistemit nga KQZ-ja sikur në zgjedhjet e kaluara e diçka të tillë, por nuk është se është duke u vrejtur diçka apo që mund të ndodhë diçka, ndoshta edhe për shkak se t'ju them të drejtën edhe qytetarëve jo që po ju bëjnë shumë përshtypje këto zgjedhje. Qartë, por nga diaspora çfarë pritet, duke qenë se jemi në vigjilje festash, të paktën kjo u komentua edhe nga përfaqësitë politike në momentin që nga presidenti Osmani u dekretua 28 dhjetori si dita e zgjedhjeve, a pritet diçka nga mërgata e Kosovës që do të vi pikërisht në Kosovë në këto ditë për ndryshuar diçka në algoritmin politik? Po, mund të ndryshoj mërgata për shkak se e dim që mërgata është një farë force votuese dhe tani kur janë këto, natyrisht që është edhe disponimi edhe vullneti për ta ndryshe që të votojnë, që të shkojnë në kutijat e votimit në vendin e tyre dhe ta japin votën dhe me siguri që do e bëjnë me dëshirë, por në kuadër të këtyre festave duhet ta themi edhe një fakt që shumë rezident të Kosovës shkojnë në përpushime, për shembull, dhe nuk do të jenë këto, por derisa mërgata kthehet, dhe deri më tani është pretenduar që mërgata më shumë e përkra lëvizjen vetvendosje dhe kështu që e shehnin si rrezik disa parti, por unë t'ju them të drejtën, mendoj që mërgata e ka mendimin e vet, e ka bindjen e vet dhe jam shumë i sigurt që mërgata nuk do të votoj vetëm për lëvizjen vetvendosje. Zgjedhjet e fundit e argumentuan këtë, ku e pam që nga mërgata partia më e votuar ishte Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe tani do të kemi këtu me siguri persona nga mërgata të cilët nuk votojnë kur janë atje, por votojnë këtu, dhe ata do të jenë pastaj një farë diferencë. Ashtu të them, por nuk pres që do të reflektojnë ndonjë ndryshim të madh në rezultat. Problemi tjetër i mbajtjes së zgjedhjeve me 28 dhjetor ka qenë edhe çështja e monitorimit nga organizatat ndërkombëtare, për shkak se e dim që nga sot madje shumica nga organizatat ndërkombëtare janë në pushime dhe kthehen vetëm pas vitit të ri. Dhe mund të jetë rrezik edhe ndonjë përpjekje të manipulimit të votës e kështu me radhë për shkak të monitorimit të dobët. Por presim ta shohim. Qartë, dhe një pyetje e fundit, zoti Canaj, ju e thatë që ka një zbutje të diskursit politik nga zoti Kurti sa i përket ndërkombëtarëve. A shpreson shumë ai për zgjidhjen e ngërçit pikërisht nga ndërkombëtarët dhe të ketë një presion nga ata lidhur me gjithë stabilizimin e situatës në Kosovë? Shqiqani Kurti gjatë një viti e më shumë është nën presion të faktit
të prishjes së marrëdhënieve me partnerët tanë strategjik. Dhe mendoj që gjatë fushatës për të do të ishte tetë e rrezikshme sikur të delte edhe më tutje dikush nga Bashkia Ndërkombëtare dhe do të fliste për atë çështje. Ne e pam rastin e kongresistëve amerikanë, të cilët thjesht u deklaruan për ftohjen apo e deklaruan si fajtor zotin Kurti për ftohjen e marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe duke pasur parasysh që marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është tetë e rëndësishme për Kosovën, thjesht ftohja e marrëdhënieve me SBA-t do të ishte në një farë forme rrezik për secilin kandidat që pretendon të udhëheqë vendin. Andaj edhe për këtë arsye mund të jetë më i kujdesshëm zoti Kurti në njërin anë, por në anën tjetër natyrisht që në qoftë se arrihet të krijohet qeveria zoti Kurti, nuk e besoj që do të mund ta gëlltisë edhe më tutje atë që gjatë 4 viteve qeverisje të mos ketë asnjë takim interesant që do t'i sjellte diçka të mirë shtetit. Qartë, zoti Sane, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit juve, kënaqësi.